بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Falenderojmë Allahun Azza wa Jalla për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë i dërgojmë selamun mbi pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi ata që e ndjekin dhe pasojnë sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Më pasoj o vëllezër, sonte me lejen e Allahut Azza wa Jalla në këtë mexhles do të mundohemi me nxjerr dobit për surës Al-Baqara, në kapitullin e lopës. Fawaidu min surati Al-Baqara, dobit për surës Baqara. Pa humbur kohë o vëllezër, vërtet kjo sure është prej surave më e çuditshme në Kur'an, subhanallahu. Na I kemi përmbledh vetëm 10 dobi. Mirë po me shiku edhe ma fel, subhanallah, nxjerr njeriu dobi për kësaj sure, na thonë çuditshëm, që nuk ka mundësi për thamë kështu me arrit edhe logjika njeriu, në aspekt në më thonë se çka mundet me ndëgju dhe më çudit për kësaj sure se çfarë dobi ka. Mirë po na do I përmendim vetëm mënyrën e shpejtë, dalgadale dhe qartë. Dobia e parë, subhanallah. Zakonisht dersat të cilët janë për iman, për tauhid, domethënë për akide, edhe tefsir, gjithmonë mundohen që me qenë prezent zemra e cila zemra? Zemra e cila I jep signal trunit në mojtmen. Se janë ligjëratat shumë të dobishme. Dobia e parë. Në fillim të ajeteve, dobia e parë është kjo. Ka ardhur Alif Lam Mim, apo Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, vetëm Allah e din kuptimin e tyre. Pastaj ka thonë ky është libër që nuk ka dyshim në të dhe është udhëzues për të devotshmit. Domethënë, dobia e parë të surës Al-Baqara pas ka filluar për njerëzit e devotshëm. Kjo është dobia e parë. Mirë, fundi I saj, çish ka ursun Al-Baqara, Allah na tregon fundin e saj. Ente maulana, fansurna ala al-qawmi al-kafirin. Ka lutje e kujna besimtarëve. Të jenë ndimu se jonë më I mirë. Te ai që na ndihmon më së mirti. Ente maulana, fansurna, ndihmon o Zot. Ndihmon domethënë kundër popullit I cili është mohuz ndaj teje. Subhanallah. Çka do të thonë kjo? An-nasru mubin bejne at-taqwa. Shpëtimi I qartë, fitore e qartë, mes kujna, do thonë mes fitores e qartë, edhe kush ka ardhur? Edhe taqwa, edhe dëshmëria. Në fillim çka thanim na? Ka fillu Allah me këtë sure për njerëzit e devotshëm. Mbarim për mbaran këtë sure me lutjen e kujna, lutjen atyre që kanë fituar, kanë desh domethënë fitoren. Domethënë, po fillon kjo sure me devotshmëri, po përfundon kjo sure me fitore. E që na jep kjo me kuptu, fe ka anna qil, sikur dan Zoti më na thon. Bi taqwa Allah tunsaru ayyuha almu'minun. Me dëshmërinë ndaj Allahut fiton o ti musliman o ti besimtar. Subhanallah. Çfarë dobie e mirë, dobi e parë. Ka cek për njerëzit e devotshëm dhe mbarimi I kësaj sure ka ardhur për ata të cilët kanë qenë lutje e të parëve tonë që Zoti më ndihmu. E që domethënë se na e dojmë ndihmesën, na vjen neve me qenë mes devotshmërisë. Vjen edhe fitoria. O ju vëllezër, shumë ajete koranor këtë saj sure na argumentojnë, aludojnë që fundi gjithmonë I takan njerëzit e devotshëm. Me me shiku këtë sure, gjithmonë ajetet të cilët vijnë gjithmonë që I takojnë njerëzit e devotshëm. Allah Azza thotë, jo në këtë sure, mirë po pe ceki se qysh I takan njerëzit e devotshëm domethënë fundi. Thot Allah Azza wa Jall, "Wattaqullah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin." Ki frikën Allah, bëj devotshëm dhe dije se Zoti është me ata që janë devotshëm.
Subhanallah. Fundi do të thonë dëshmërisë të devotshme për ta kanë. Pastaj thot Allah: "Wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun." Dhe na I kemi shpëtuar ata të cilët kanë pas besim, wa kanu yattaqun, dhe kanë qenë të devotshëm. Do të thonë fundi kujna ata të cilët janë devotshëm. Wal aqibatu lil muttaqin. Allah po thot, fundi gjithmonë I mbetet njerëzve të devotshëm. Ai tjetër fillan, mban mon, vjen dokush ja merr këtë munin atij. Po njëri devotshëm, njëri është ka nej, po them kështu ka nej, domethënë I vetmuar se ka një kërkosh sheq. A njëri ka punë ashta da vet apo punë, biznes, pa më parasysh. Vjen ai pja tjeshit ja merr krejt munin e tij 20 vjet. Pse Allah po thot, wa aqibatu lil muttaqin. Fundi ta kanë njerëzit të devotshëm. Kullu hadhihi al-aya tansu sarahatan anna nasru maqrun bi taqwa Allah. Gjitha këto ajete të cilat na po I cekim janë të caktuar në sinqeritet që fitoria është e barabartë, e bashkuar kur ki devotshmëri. Subhanallah. Nëse dan sukses në jetën tënde, nëse dan fitore pa marr parasysh në jetën tënde, gjithmonë përkushtao devotshmërisë, se gjithmonë Zoti ka më dhënë sukses dhe fitore. Dobia e dytë ju vëllezër. At-taqwa tajma'u al-ahkam ash-shar'iyya allati tunalu darajat at-taqwa. Devotshmëria është ajo e cila I përmbledh këtë ligjet e shariatit në Islam, e cila çita këtë përmbledhje e ligjeve të Allahut Azza wa Jall, njeriu e arrit drejtën e devotshmërisë. Devotshmëria ka drejtje. Mi po çush është drejtja e devotshmërisë? Si mbas, domethënë se çush ti I kryen punët e ligjeve të Allahut Azza wa Jall. E marrë me ajetin kuranor të surës Al-Bekare. Thot Allah: "Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib." Nuk është vepër e mirë çush po mendani ju që me u kthy fytyra juve në karshi, domethënë lindjes apo perëndimit. Pastaj Allah thot: "Walakin al-birra man amana billah." Po mirë, po vepër e mirë është ai I cili beson Allahut, wal yawmil akhir, ditës gjykimit, wal melekët, wal kitabe, librat që janë zbrit në bijin, domthonë profetëve, wa ata al-mal, e jep sadakan, wa aqama as-salat, e fal namazin, wa ata az-zakat, e jep zakatin. Pastaj Allah shka po thot: "Ulaika sadaqu, ulaika alladhina sadaqu." Këta janë të cilët kanë vërtetuar imanin e tyre. Këtë pi dinit për Islamit, këtë pi cekmi këta. Pastaj fund çka po thot: "Ulaika humul muttaqun." Të tillë janë të devotshëm. Çka thanë në fillim surën Allahun për surën Al-Bekare? Dobi e dytë, çdo ajet në surën Al-Bekare ka përfunduar me çka? Me devotshmëri. Edhe imani prandaj, besimi në Allah, besimi në Zot, melekët, ta këtë Allah pirëndit, edhe I Islamit. Do të thonë me dhon zakatin, me fal namazin, sadakan, në fund çka po thot? Ulaika humul muttaqun. Të tillë janë ata që janë devotshëm. Edhe ligjet e Allahut përgjithësi, edhe në tauhid, edhe ligjet e Allahut po përfundojnë me çka? Me devotshmëri. Pastaj vëllezër, derisa në këtë sure Allah Azza wa Jall përfundon ajetin e tauhidit me devotshmëri. Thot Allah: "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum." O ju njerëz, kjo thirrje e përgjithshme. O ju njerëz, adhuroni Zotin e juve I cili ju ka krijuar. Pastaj walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Edhe ata që ishin para jush kanë qenë të obligueshëm për shka la'allakum tattaqun, me arrit devotshmëri. Na thon Allahu në këtë sure po fillon me thënë njerëzit krijesat përgjithësi në tauhid, me çka po përfundon? La'allakum tattaqun, me qenë devotshëm. Pastaj çush e ka përfunduar Allahu Azza wa Jall ajetin e agjërimit. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që të cilët keni besuar, është bërë obligim për juve agjërimi. Qysh ishin ata para jush? Për shka? La'allakum tattaqun, me qenë të devotshëm. Edhe agjërimi po përfundon me çka? Me devotshmëri.
Pastaj o ju vëllezër, haxhi. Merr në ajet hinë në sunë al-Bekare, edhe kështu kur ka folë Allahu azza wajal për haxhin. Me çka ka përfundu? Me devotshmëri. That wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Allah po i thot njerëzve përmend në Zotin në ditët e caktuara. Janë ditët e haxhit. Pastaj për shkak po e përfundon haxhin, wattaqullah wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun. Keni frikë Allahut dhe dini mirë se ju keni moni ngjall për Allahut. Po e përfundon edhe haxhin me shka? Me devotshmëri. Gjithashtu Allah azza wajal po e përfundon domethënë edhe qisas. Çfarë domethënë qisas? Ajetin e qisasit po e përfundon me devotshmëri. Qisas domethënë çka më ke bu ka me të bëu. Ky myt ka me të myt. Ki vra këtë pjesë ka me ta na dhon një pjesë ka me të vra. Sy me çtat Allah në surën e sy me sy, vesh me vesh, çysh shosh domethënë kjo është qisasi. Ndon qisas. Edhe qisasin Allah e thot la'allakum tattaqun. Domethënë që të jeni të devotshëm. Edhe qisasi domethënë po përfundon me shka me devotshmëri. Pastaj ajeti talaq. Ajeti i ndarjes, shkërëzimit. Edhe ajeti i shkërëzimit është i përfunduar me devotshmëri. Fund të ajetit ka ardhur është përmend devotshmëria. Pastaj ajeti i borxhit. Hini shikoni, fund të ajetit borxhit që Allah e tregon çysh do të më im bar, sa veta do të më kon dëshmitare, anë e kështu të këtë. Fund të ajetit çka ka ardhur? Devotshmëri. E ka përfunduar me devotshmëri. Pastaj ajeti i kamatës, e dini, në sunë al-Bekare, ka përfunduar me shka? Me devotshmëri. Subhanallah. Pastaj vëllezër, dobia e tretë. Bedet qissatul jahud fil amri taqwa. Çudia ka fillu historia në surën e parë, në surën al-Bekare, ka fillu historia e jahudve me çka? Të obliguar me devotshmëri. Parandaj, Allah për e qenë historinë e jahudve, me shka për e qenë? Me devotshmëri, duke thonë, o i gjaja fattakun, jo vetëm mu do të më patë më frikë. E për këti ajeti që ka përfundu, ja ka fillu pastaj në ardhë historia e jahudve, dërdhijat e tëre, inatit e tëre, e kështu në radhë. Historia e parë që Allah zë nga të regan në këtë sure, është që Allah i ka thonë jahudve. Hini në katon. Që ka fjala qarje që ka orë katon, hini në katon i ka thonë Allah zë gjel jahudve. Disa prej ulemave thonë është toka e Adit. Banor ku kanë jetu, da thonë Adi. Disa për të e thonë jo, kjo është toka e cilën da thonë është Palestina e ditët sodit. E Allah i ka thonë atyve, hini këtë tokë, edhe këtë hini, o kulu hittatun. Thuni hittatun. Çka do të thonë hittatun? Ka ardhur në dy sende. Istighfari edhe thoni la ilaha illallah. Jahudve i ka thonë hini çit katon. Edhe kur hini kët katon, thoni me istighfar edhe thoni la ilaha illallah. Si shej falënderimit ndaj Allahut azza wa jall. Çka kanë bëu ata? Kur kanë hi në atë vend, nuk kanë hi me këto fjalë, i kanë ndru këto fjalë, kanë thonë diçka tjetër, kanë hi zhag. A keni pa shijat që hecin zhag? A keni pa në video? E kanë adhurimin e të hecin zhag, ngrejnë zhag. E njëjta da më thonë edhe shijat hecin zhag. Por që ata shijat shumë përshtatën me besimin e jahudve. Në ekstrem përshtatën me besimin e jahudve. Çka ka bëu Allah azza xal? Allah po ta hinë atë katon. Thuni astaghfirullah po thoni la ilaha illallah kat. Ata e kanë ndru. Fabaddala alladhina qawl. E kanë ndru fjalën, se kanë thonë la ilaha illallah, as istighfar, e as nuk kanë nisi në nështrum, kanë i zhag. Me trupat e tyre kanë i zhag në atë pjesë. Allah azza xal çu sill ata, edhe Allah o sill me ta. Çka i ka bëu? Arsalallahu alehim ta'un fahalaka minhum fi sa' wahid 70,000. Allah ka qenë një smundje në mesin e tyre. Mrena një orës 70,000 veta Zoti i ka bu me vdek. Ja ka qenë pandemi, taun, mortaja që thojnë na. Ja ka qenë mesin e tyre.
Për një orë 70.000 veta i kanë mbyt pyetëve. Se keni bua i gare me Zotin, që shka ju banë Allahu Azza wa Jall. Kjo është historia që Zoti vazhdan me thonë, na më thonë që thash, ka fillu historia që Allah po i tregon jahudëve, na thonë çka me devotshmëri. E devotshmëri çka më kuptohet? Nështrim ndaj Allahut. Allah ka thonë, "Ço ti do të më nështru?" Ata nuk ju kanë nështru Allahut Azza wa Jall. Historia e dytë është historia e jahudëve që është përmendur në Sunen al-Bekare. Ka ndodhur mesën e tyre një vrasje. Edhe nuk e kanë ditë kush e ka mbyt atë person. Allahu shumë mirë. Thotë merrni një lop, prejnë atë lop dhe me gjakin asoj lope, prekni të vdekurin dhe me lejnë Allah e ban që mu quj vdekre me kallëzu. Thotë filani më ka myt. Ata ja kanë fillu me buajgare, çfarë lope, çfarë ngjyre, ku me gjetë, sa është e madhe. Aq ma shumë që kanë bo hajgare, aq ma shumë Zoti ja ka vështërsu. Nuk ju kanë nështru Allah. Allah po thotë merrni lop mëse zgat muhabeti. Nuk i nevoj me çfarë ata me hullu pej sa ma shumë. Allah ka thonë lop me o kryma, ata kanë vështërsu sa ma shumë. Pastaj simbas qëllimit tëve, çush ka i ka bo Zoti. Çush kanë po qef ata me lop me bo mosil, kështot, ja ka qu Zoti sprovën e shirkut me shka? Me lop. E kanë adhuru lopën, viçin e kanë adhuru. E këto e ulemat në shika. Mos në shtrimin ndaj Allah që ti, kur thot Allah do shka dhe ti nuk e ban, sprovon Zoti me çato që ti se da. Ta qanë gjuna, ta qanë shirkun, e njëjta gjatë. Edhe simbas sa historie e ka marrë emrin kjo sure El-Bekare. Kaptina e lopës. Dobija e tretë. Allah Azza wa Jall dhakara inqisama nasi fil imani ila hadhi suratu thalathati aqsam. Allah Azza wa Jall po i përmend në këtë sure tre lloj të njerëzve që i kanë ndarë në çështën e imanit. Në këtë sure Allah po i përmend tri lloj njerëzve simbas imanit, i ndan edhe me iman. Grupi i parë është thot hum ahlul huda wa muflihun. Janë grupi i udhëzues dhe janë grupi i shpëtuar. Kush janë ta? Alladhina tazamu bil kitab zahiran wa batinan. Tat janë ata të cilët ju kanë përmbajt librit Allahut, besimit Zotit, në ato që është në mbrëmsinë e tyre dhe në ato që është e jashtme e tyre. I kanë besu imanit që shdot. Imanit me zemër, imanit me gjuhë dhe imanit me vepër. Asnjëri prej tyre nuk e kanë refuzuar. Të tillë janë njerëz të udhëzuar dhe janë njerëz të shpëtuar. Dhe Allah po thotë në këtë sure, ulaika hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Të tillë janë që këta janë të udhëzuar dhe këta kanë me qenë të shpëtuar. Allah na bëf pyetëve. Që shpelidh Allah në këtë sure. Apo shan në fillim minan tauhid. Subhanallah, minan në fillim tauhid po lidhen, besim, në akide. Tre lloj njerëz sipas imanit. E grupi i parë në Zotin apo pyetëve. Çka vjen në akide, në besim? Çush është besimi? Në zemër, në fjalë dhe në vepër. Nuk e refuzojmë asnjërin për ty. Një me bu më refuzoj për tyve, nuk jemi prej këta që Zoti ka thonë këta janë të udhëzuar dhe këta janë të shpëtuar. Grupi i dytë, hum ahlul kufri nabadhul kitaba zahiran wa batin. Allah na rut. Grupi i dytë janë domethënë që kanë bu kufër, refuzim ndaj librit të Allahut, qoftë në ato që është të jashtme dhe në brendësen e tyre e ka përqendruar domethënë në akiden. E kanë refuzuar akiden e Zotit. E kanë refuzuar ato që Zoti ka thonë për iman, e kanë refuzuar edhe imanin. E Allah zëna të regan në Kur'an thot innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a anzartuhum am lam tunzirhum la yu'minun. Janë ata që domethënë kanë bu kufër i mohim. Pa marrë parasysh që aty te aja tërheqje vërejtën, asa tërheqje vërejtën, ata nuk besojnë, nuk dojnë me besu. Subhanallah. Kjo është grupi i rrezikshëm. Grupi i tretë që përmendet në këtë sure me iman është edhe kjo. Hum ahlun nifaq alladhina altazamu zahiran wa kafaru bihi batinan. Subhanallah. Grupi i tretë janë nifaq, munafikat, të cilët
ju kanë përshtat të jashtëmës tëre, mbrëndësin tëre kanë muhu. Unë e musliman, kur të folë për në akide, po qashët, ta shtë të është hoqë. Apo, mbrëndësin e tëre shka ka, ta të nëse pranaj, imani nuk e pranaj. As në fjallë, as në vepër, e as në zemër, e kanë fshep munafikat në Allah. Çka thot Allah? Thot: "Wa minan nasi me yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Ka për disa njerëz që thonë besova në Allahun, ditën e gjykimit, mi pa ata nuk janë musliman. Nuk janë besimtar, s'kan iman ata. Subhanallah. Shiko sura Al-Bekare se qysh po na mëson i kanë ndit njerëzit. Njerëzit me iman që i pranojnë këtë çështje e besimit, njerëz grupi i dytë, ata cilët domethënë i kanë muhu krejt, domethënë pa besimtar, dhe grupi i tretë Allah na rujt janë domethënë munafikat, shfaqen diçka tjetër, mbrëmsinë e tyre nuk e dojnë asnjë send në çështën e akides. Dobia e 5. Në 3 sende kjo sure flet prej fillimit deri në mbarim. Takriru usulil iman. Kjo sure flet në vërtetimin e bazave të imanit. Në vërtetimin e bazave të imanit. Hene shikon në këtë sure kemi gjetë që ka folë Allah dhe gjetë prej bazave të imanit. Është një ajet koranor, ku t'ju pyet në kush prej njerëzve ditur, cili është ajeti koranor që është prej bazave të imanit, e recitojmë parë. Lejse birra. Nuk është vepër e mirë ai cili janë të wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib. Nuk është ai vepër e mirë ata që kthejnë ka ana e kiblës, domethënë ka ana e lindjes dhe perëndimit. Mirë, po vepër e mirë është ai cili beson Allahun, i beson Allahun me melekët, librin, ditën e gjykimit. Çta ulema thonë kjo është ajeti baza e imanit që ka usulul iman. Subhanallah. E dyta, bejanu shara'i l-islam. Në këtë sure janë përfshi gjithë ligjet e islamit, edhe në ta hin harami dhe halali. Në këtë sure mund është me gjithë ligjet e Allahut, po e gjan halalin dhe haramin. Për të ka shumë. Çish është alkooli, sendet tjera, kamata, kështu të mëra. Edhe gjëja e tretë që Allah Azza Jall fol në këtë sure është el-istislam lillah. Mu dërzu për Allahun Azza Jall dhe i tregonëm rastet më lart se çysh nuk ju ka ndërzu Allahut Azza Jall. Dobia e 6. El-kalima allati taqarrara ila qissat Ibrahim. Më së shumti fjala që është përmend tek historia e Ibrahimit, monument subhanallah, në këtë surë Al-Bekare. Më së shumti historia e Ibrahimit që është përmend në Kur'an është vetëm një send është përmend Allah zdi sa herë çaja. Rabbana waj'alna muslimin lak. Zot, na ba musliman me qenë për ty. Më së shumti ju përmend çka. Pastaj ti, idh qala li rabbu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. I tha Zoti Ibrahimit, dërzo, nështron ndaj me, unë nështrova Zot ndaj teje. Fala tamutunna illa antum muslimun. Dhe mos vdesni ndryshe tjetër por se duke qenë si musliman. Mos së shumti që Allahu në këtë suri ka përmend janë qita që fjala e kojna e Ibrahimit alayhi salatu wasalam që jetë me kuptu ju ka dërzu Allahu Azza wa Jall, ju ka nështru Allahut Azza wa Jall. Dobia e 7. Bejjana lana sifat haula'i al-muttaqin. Në këtë sure Allah po na tregon cilësitë e njerëzve të devotshëm. E para është el-imanu bil ghaib. Mi besu fshetësisë. Ka ardhur ajet koranor, el-ledhina yu'minuna bil ghaib. Cilësia e parë, mi besu fshetësisë. Ka ardhur ajet koranor, el-ledhina yu'minuna bil ghaib, ata të cilët i besojnë ghaibit. Elif lam mim dhalika al-kitab, kjo është ajeti në ominar, ajeti i tretë me zegablosh, na thonë është kjo. Na thonë mi besu ghaibit, el-ledhina yu'minuna bil ghaib, ata të cilët i besojnë ghaibit. E dyta, ka iqamus salat, me fal namazit, wa yuqimuna as-salat, fal namazin. E treta el-infaq, me dhon për Allah, sadakon apo zakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ata janë që në ato që na ju kemi dhënë, ata e japin qoftë sadaka, qoftë zakatin. E katra cilësi e katër njerëzit të devotshëm që Allah ka përmendur në këtë surë është yu'minuna jami'al kutub.
I besojnë gjithë librat, shpallët që kanë qenë më përpara. Dhe është ajet koranor, "Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik." Dhe ata janë që besojnë që në ata që është zbrit tek te Muhammed dhe në ata që ishin para teje, besimtarët I besojnë. E pesta, el-iqanu bil-akhira. Bindja për në ditën e ahiretit. Kanë bindje, besim që I besojnë ditës ahiretit, ditës gjykimit, e Allah thot, o bil akhirati hum yuqinun, e ata janë që në ahiretin janë bindshëm që I besojnë, domethënë ditës fundit apo ditës gjykimit. Dobia e tetë. Awwal nida fi hadhihi sura. Thirrja e parë në këtë sure, çfarë dobie subhanallah. Thashë në fillim, kjo sure është melie e mbushur me dobi, subhanallah. Thirrja e parë në këtë sure, thirrja e parë që Allah I ka bërë njerëzve në këtë sure është e tauhidit. Ja ayyuhan nasu ubudu, o ju njerëz adhuroni Zotin e ju. Kjo është thirrja që ju bëhet gjithëve krijesave, qof musliman, qof pa musliman, qof jahudi, qof krishter, krejtëve krijesa, është thirrja e parë në tauhid që Allahu I ka bërë në këtë sure. Pastaj ju lezër, aktharu ma dhukira fi hadhihi sura, fi bidaya wal wasat wal nihaya. Gjëja më së shumti në këtë sure që është përmend në fillim dhe në mes dhe në fund është në 3 sende, në tauhid, në islam dhe në iman. Më së shumti në këtë sure që është përmend, shikon fillim të surës, kemi gjetë domethënë në tauhid. Shikon mes, kemi gjetë islamin. Shikon fund, kemi gjetë imanin. Çu ka përfundu sura? Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Beson Allah dhe dërgumin e tij, besojnë edhe besimtarët domethënë tek Allah ditë gjykimit, kështu më radhë çu është ajeti Kur'anor. Ma ka përfunduar me shka? Me iman. Me islam e keni domethënë që në mesin e surës e keni, ka thonë Ibrahimi, që I ka thënë Islame, që ka thonë Jakubi, Ismaili, Ishaki, ka përmend këtë në domethënë me Islam. Në fillim tauhid e keni ajetet e tauhidit, që ka thonë o ju njerëz, adhuroni Zotin ju, pastaj Allah I cektat, Zoti që ju ka kriju juve, që ky meriton me adhuru, e pastaj domethënë po shtyve ajete, felet të gjalu endaden, mos I bani shirk Allahut, mos adhuroni dikun tjetër pas Allahut, pastaj Allah me shembull që Zoti e zbat shiun, e çush e ka shtrit tokën, e kështu me radhë subhanallah. Domthon flet kjo sure në fillim tauhid, mes në për islam, fund për iman. Dobia e 9 ju vëllezër. Awwal qissa dhukira fi hadhihi sura. Historia e parë që është përmend në këtë sure, cila është? Kush mund të më tregu? Historia e parë që Zoti ka përmend. Mumtaz. Mashallah te barakallah. Ademi. Historia e Ademit është përmend në fillim. Historia e Ademit me Iblisin. Çka na jep kjo histori? Kjo histori na jep me kuptu shiko dorëzimin e melekëve të nënshtruar ndaj Allahut. Bëni sejdë kanë rënë këtë sejdë. Pastaj historia na jep me Iblisin, gjëja më së shumti që e prish yunaqidu tauhid, e prish tauhidin janë 3 sene. Kryelartësia, refuzimi edhe inati. Që kja e prish hasedin, domethënë, e prish tauhidin. Kur Allah I ka thonë bëni sejdë, shejtani pse si ka ra? Ebe, wastakbara. Ka refuzu, u kon me një madh edhe ka pati inati. Qita 3 sene e prishin në nështrimin e Allahut, e refuzan në nështrimin e Zotit, edhe e prishin tauhidin, e paksojnë tauhidin. Mundet me thonë po qysh hasedi, e dini inati. E dini që ka thonë porton për inati, ka thonë kur te ja ki një vllaut inati, pse Zoti ja ka thonë tanat mira, ja ka thonë diturien, ja ka thonë bukurien, ja ka thonë pasonien, ja ka thonë këta, ata, kështu të mërë, atë ja ki inati. Thonë, a dini që ka da me thonë kja? Të da me thonë që I thu Zotit tanë, unë nuk jam I knaqër me ty pse ti ja ki shku filanit me ndodhë për ata që shtë. E ka thonë, kaderi është tauhidi Zotit. Subhanallah. 3 sende e paksojnë tauhidin. Kryelartësia, apo mendjemalësia, refuzimi dhe inati. Dobia e fundit edhe të ju vëllezër është hadhi sura medenie.
Shumë interesant. Kjo sure që ka zbritur është në Medinë. Wa ghalib as-sura al-madaniyya yakunu fiha tafsil. Zakonisht suret që janë në Medinë janë sharu më shumë, janë zbërthy më shumë prej fjalët e Allahut me ligje me e kështu të merat. Akthar min surat al-Mekkiyya, më shumë se sa në Mekë. Mekë nuk ka qenë, domethënë, në këtë formë të shpjegimit çështjeve të ligjit të Allahut në Mekë nuk ka qenë që ka qenë në Medinë. Dhe kjo sure ka zbritur në Medinë. Çka nuk kuptojmë na me çka? Domethënë që në Medinë pas ka zbrit edhe u zbërthy shumë feja me ligjet e Allahut, haram, halal, islam, iman, tasë shumë ka folë Allahu azza wa jall. Ndërsa në Mekë nuk ka folë kështu me ligjet e islamit, halalit, haramit kështu me radhë. Çka nuk kuptojmë? Nuk kuptojmë kjo është dobi që e nxjerrmi. Për surën Namon el-Bekare. Që na popullit ton, që janë fillestar, kur dojnë me fol na, çka i folmi? I folmi vetëm në islam. Me përçafu islamin. Mirë, po ju mi tregu për halal dhe harami. Masane, kur ai forcohet në islam, atëherë ja fillojmë me tregu halal dhe haramin e pastaj ja fillojmë me tregu edhe sende të tjera. Në fillim i tregojmë për iman. Çka është besimi, çka është islami, imani, mi përfitu zemrat, me njoftaj Allah. Masë ta njënë Allah, atëre i të regojmë shko është halal dhe haram. I njëjta gjatë, për në mëndaj, 13 vjetë për Ameri në Mekë i ka thirë në këto sende. I ka thirë në iman, në tauhid. Masa ne ka ardhë islami me shëriatin e ti. Halal kja, namazë, agjerimi, këta, krejt. Subhanallah. Kjo është ajo vëllezër që na i kemi nxjerrur këta 10 dobi për surës El-Bekare, e lusmi Allah azza wa jall, ato që kemi thonë na bën dobi neve dhe t'i mbajmë mend këta dobi shumë të mira për kësaj sure